الدين رأس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Nuk lejohet asesi në asnjë rrethanë, asnjë gjendje që të flasësh për Allahun subhanahu wa taala pa dije, apo që ta cilësosh Allahun subhanahu wa taala me gjëra të shëmtuara që nuk I shkojnë për shtatin madhështisë së tij. Përkundrazi, ajo me cilën obligohemi është që ne ta madhërojmë Allahun subhanahu wa taala, ta lartësojmë Allahun subhanahu wa taala nga çdo emet, nga çdo mangësi, nga çdo e keqi, sepse Allahu është I përkryer në çdo aspekt. Allahu në Kur'an na tregon për besimtarët në mesin e gjinëve, se si ata e qortuan fjalën e mendjelehëtve, të humburve, të devijuarve në popullin e tyre dhe tha, duke treguar për ta, wa annahu kana yaqulu safihuna ala Allahi shatata. Dhe mendjelehët në popullin ton thoshin për Allahun subhanahu wa taala gënjeshtra, gjëra të pavërteta. Wa anna dhananna an lan taqula al-insu wal-jinnu 'ala Allahi kadhiba. Ndërkohë që ne mendonim se as njerëzit, as gjinët nuk flasin të pavërteta për Allahun subhanahu wa ta'ala. Fjala shatat që ka përmend Allahu në këtë ajet është kur njeriu I te I kalon kufit në fjalët e tij. Dhe qëllimi në këtë ajet në mënyrë specifike është se ata I atribonin Allahu subhanahu wa ta'ala bashkëshortë e fëmijë. Por në këtë ajet Allahu subhanahu wa taala po tregon se si gjinët u arsyetuan në pasimin që ja bënë këtyre mendjelehëtve në popullin e tyre, nga që mendonin se askush nuk guzon të shpifte gënjeshtra për Allahun subhanahu wa taala, mirëpo Kur'ani ishte ai që u qartësoi se ata gënjenin për Allahun subhanahu wa taala dhe shpifnin për të gjëra të pavërteta. Wa anna dhananna an lan taqula al-insu wal-jinnu 'ala Allahi kadhiba, thanë ne menduam se njerëzit dhe gjinët nuk guzojnë të shpifin gënjeshtra për Allahun subhanahu wa taala. Pra një gjë e tillë nuk na kishte shkuar fare në mendje, derisa e dëgjuam të Kur'an madhështor, I besuam atij dhe na u qartësua dhe u bindëm se ata gënjenin dhe trillonin për Allahun subhanahu wa taala. Padyshim që kjo fjalë e besimtarëve në mesin e gjinëve është mësim edhe për neve, është mësim për çdo besimtar. Kështu do të jetë gjendja e besimtarëve, ndërkohë që na janë shfaqur qartë argumente që tregojnë për njësinë e Allahut subhanahu wa taala, tauhidin e Allahut subhanahu wa taala, argumente që tregojnë për fuqinë dhe forcën e tij, për madhështinë e tij, madhërinë e tij. Pra do ta madhrojmë Allahun subhanahu wa taala, do ta lartësojmë Allahun subhanahu wa taala nga çdo emet, nga çdo mangësi, nga çdo e keqe. Ta lartësojmë Allahun subhanahu wa taala nga ngjasimi me krijesat e tij, qoftë në qenien e tij, qoftë në cilësitë e tij, sepse Allahu është I pashoq. Siç tregon Allahu në Kur'an dhe thot leysa kemithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Asgjë nuk është sikur Allahu subhanahu wa taala, ndërkohë që Allahu dëgjon çdo gjë dhe sheh çdo gjë. Dhe po ashtu thot Allahu në një ajet tjetër fala tadribu lillahi al-amthal. Andaj mos sillni shembuj krahasues për Allahun subhanahu wa taala. Transmetohet nga Abu Huraira se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë qala Allahu azza wa jall. Pra hadithi është kutsi, Allahu subhanahu wa taala ka thënë kadhabani ibn Adam wa lam yakun lahu dhalik. Më përgënjeshtroi I biri Ademit, ndërkohë që ai nuk duhet ta bëjë një gjë të tillë. Wa shatamani wa lam yakun lahu dhalik. Dhe më ofendoi I biri Ademit dhe ai nuk duhet ta bëjë një gjë të tillë. Pastaj thot Allahu amma takdhibuhu iyaya an yaqula inni lan u'idahu kama bada'tuhu. Sa I përket përgënjeshtrimit që ai më bëri mua, është pretendimi I tij, pra I njeriut, se unë nuk mund ta kthej edhe një herë në jetë ashtu siç e kam krijuar në fillim, pra nuk do ta ringjall. Wa amma shatmuhu iyaya an yaqula ittakhadha Allahu walada. Ndërkohë që ofendimi që ai më bën mua është kur ai pretendon se un kam fëmijë. Wa ana as-samadu alladhi lam alid wa lam ulad wa lam yakun li kufuwan ahad. Ndërkohë që un jam as-samad, pra absoluti, alladhi lam alid, I cili jam I till, pra Allahu subhanahu wa taala I cili nuk e ka lindur askënd, wa lam ulad, dhe nuk jam I lindur, wa lam yakun li kufuwan ahad, dhe askush nuk është I barabartë apo I krahasueshëm me mua. Wallahu a'lam, sallallahu sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.